i pash me shqetësim deklarimet e subjekteve opozitare. Me këtë qasje nuk po tregohet për kushtim, ne nuk i friksohemi zgjedhjeve, a janë zgjedhjet në interes të qytetarëve, ne mendojmë, unë personalisht mendoj që nuk janë në interes të qytetarëve. Gjatë këtyre ditëve do duhej që të ketë sërish takime, sepse unë i pash me shqetësim deklarimet e subjekteve opozitare që thonin që kjo temë tashmë është e mbyllur. Si ka mundësi që tjetë tema e mbyllur përsa kohë ne kemi afat deri të hënën, përkatësisht me 27 prill. Prandaj mendoj që me këtë qasje nuk po tregohet për kushtim, nuk po tregohet vullnet që vendit t'ja japim një president me mandat 5 vjeçar, dhe mua po më duket si deja vu. Do të thonë, nëse flasim për situatën aktuale, e krahasojmë me atë çfarë ka ndodhur në vitin e kaluar, duket situata e njëjtë. Por mendoj që duhet ketë reflektim, sepse qytetarët kanë dhënë mesazhin e tyre me 28 dhjetor. Ata përmes votës së tyre kanë treguar se kë e bëjnë përgjegjës për blokadën e për mungesën e vullnetit e të tjera si këto. Prandaj, duke pasur parasysh që i kemi edhe disa ditë para vetës, përkatësisht 5-6 ditë para vetës, mendoj që është shumë e rëndësishme që të rikthehen takimet, që të shtohet vullneti, të dëshmohet po ashtu vullneti, sepse nuk mund të ketë marrëveshje pa takime dhe nuk mund të ketë marrëveshje nëse mungon vullneti nga palët. Ne kemi bërë atë sa kemi mundur, atë sa kemi pas, si me thënë, atë sa zhvarë prej neve. Ju e dini që unë kam ofruar edhe pozitën e kryetarës kuvendit, sepse çka më duhet pozita e kryetarës kuvendit nëse dikush e kërkon këtë dhe nëse kjo i parandalon zgjedhjet e jashtëzakonshme, por mendoj që mungesa dhe refuzimi të gjitha propozimeve, ofertave që kryeministri Kurti i ka bërë në drejtim të partive opozitare, PDK-s dhe LDK-s, mendoj që nuk i ndihmon vendit. Ne nuk i friksohemi zgjedhjeve, por mendoj që nuk ka të bëjë kjo me kush është më trim e kush është më i guximshëm, por a janë zgjedhjet në interes të qytetarëve? Ne mendojmë, unë personalisht mendoj që nuk janë në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës.